Kryeministri Edi Rama deklaroi se ngjarja e vetme e cila do ta bënte atë plotësisht të kënaqur do të ishte momenti i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë podcastit Flasim, Rama theksoi se në jetën e tij politike dhe personale rrallëherë ka përjetuar kënaqësi të plotë për arritjet e bëra, duke theksuar se vuan nga pakënaqësia dhe dëshira për t'i bërë gjërat më mirë. Shefi i qeverisë theksoi se pakënaqësia lidhet me faktin që gjithmonë mendon se mund t'i kishte bërë gjërat më mirë. Jam i pakënaqur me çdo gjë që bëj. I shoh me një ndjenjë pakënaqësie ndaj vetes sepse në çdo gjë mendoj se mund t'i kisha bërë gjërat më mirë, tha Rama. Duke folur për mënyrën se si përballet me debatet dhe bindjet e tij, kryeministri tha se mbetet këmbgulës, por njëkohësisht i hapur për të rishikuar qëndrimet. Jam shumë i vështirë në debat se mbroj me shumë forcë bindjet e mia, por jam shumë i hapur për të kuptuar se çfarë mund të bëj më mirë, edhe për të kuptuar se ku mbas e tjetri e ka mirë dhe unë gabim, por nuk e tregoj. E kam pasur gjithmonë këtë, kam qenë gjithmonë i pathyeshëm në kokëfortësinë për të nxjerrë timen, shtoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.